Në një kohë kur shumë zgjedhin që të jenë shumë të vëmendshëm në atë çfarë thonë, të jenë diplomatik, ashtu siç e thash pak më parë, personazhi i cili vjen për herë të parë në emisionin tonë dhe në televizionin tonë ka zgjedhur të jetë brutal në krejt atë çfarë ai thot. Kam kënaqësinë që Valon Sylla të jetë sot pjesë e emisionit tim. Valon, faleminderit shumë që pranove ftesën dhe mirë se erdhe në Shkup, se unë e di që me Shkupin ke një lidhje të veçantë. E vërtet është dhe kërkete në atje në Prishtinë, keshte ti musafir çdo herën e parë ose dytë që e fillove, po me gjatë Shkupi ofertat më të mira edhe të hupën për atje. Po, me Shkupin e kam relacionin, sidomos me juve, me gazetar, me kolegë, edhe një herë në vjetë këtu zakonisht vi në festivalin e stand-upit, ku është publik, është me teatrin, me aktorët e Shkupit edhe, o pak palidhe për një për Kosovë, kur të lusin, apo vjen, ti me thonë, një farmyre jo, se nuk është diçka për një herën vjetë, s'paku me ardhë ose me majtë, ose që mi thonë, mi trazu dëshpirt në këto, njërën tonë, ashta që nuk e trazani ju këtu. Edhe mendoj që na duhet shumë, ndonjëherë, nga një goditje që t'na vi nga dore huj, se kur vjen nga dora jote, nuk e dia e ka efektin e njëjtë, kur vjen nga dore huj, pavarësisht që jemi një, po kur e kalon kufinin, konsiderojmë dore huj, që na duhet. Trajnimet që i kena pasë edhe si gazetar në fillim, për gazetarë më të mirë të huj, ne kena pasë qatë fatë dorë në zemër, për dallim për disave këtu në Shkupi, gjerata më të reja në Prishtinë, është që kemi pasë gazetarë të famshëm BBC se kështu. Ata ne kanë trajnu qështu, me konë që po thuti brutal, dhe me thonë, me rujt një farë objektivitetit, vërtetën me thonë kështu që thojmë në gjuhën popullore pakime në goj, po me, si me thonë, me marë skalperin edhe varës, që është e mushën plët kelbë, mi mësu kështu ajo dhemë fillim, po pa e qitë ata, nuk fillon as mu sërgjoha mikrofonin një. Jo, ke ka rësit se më dëkë që i pas në rokë syza, ti pas në rokë se Shkupin zetë. Dhe me thonë, qatë herë edhe fillon, pra kur hapët vara është një dhimë të madhe në fillim, po ta janë vara fillon të thohet dhe të shërohet. Që kjo është dhe taktika që e përdori ënë, që po thuti brutal, ka njëherë mënet me kamë brutal, po në esencë është pakime ngoj që njerëzve ka njëherë vynë, dhe me thonë të partë, mi thonë, e të nej gjeneratat ose gazetarë tjerë, me që thujnë ana me gletovat, me mistri, pak mas asaj. E qartë. Valon, ka vite të tëra që je pjesë e debatit publik, njerëzit mendojnë që të njohin. Por qëfar mendon se është gjëja më e keq kuptuar për Valon Syllën? Po e nisë kështu direkt. Po, dorë në zemër, unë jëmë që me thonë, nuk jëmë iluminist në kuptimin filozofik që i bjen, ata thëjnë duhet. Kjo është e mira, kjo e keqja, kjo është e bardha, kjo është e zeza, kjo është drita, kjo është ersira. Norma që na përcaktuan për të ndjekë. Debat kur duhet. Asë nuk thëmë pra, unë jëmë post-iluminist. Dhe me thonë, unë e vishë të thëmë që ka menoj që duhet më thonë që është e sakë që është e bazu me dikon. Unë e thjeshtoj ato për publiku natyrisht, po ato nuk e thjeshtoj, si për rastin me Gërnaqa që është kogja një farë studimi sociologik, se Badehova nuk dhezë. Po e matë, e këshyrë, antropologjin, si edhe të këtë këto, edhe të tash ato e kompresën për një 50 sekonda që duhesh me lëshutin publik për me dhezë. Edhe një formull komplikume për zënë asë gjithore, të duhesh me thjeshtu me thonë për një minutë të gjysë televizion. Kjo është bazë e keq asaj. Unë nuk thëmë që duhet, pra, që kuptojnë një njerës që qysh po thute për na ofendën. Nuk po ofendoj se, pra, për shembull, kur flasim na për struktura, stereotipe të shoqërisë, ai nuk është ofendim, është si më thonë dalë, pra ofendim në të thëmë në ekip diaspora e Ngërnaqa, është anë për ma. Në rasti jam që është rasti ma i famshëm, ose në religion. Pra, kur religioni ose feja lidhet me politikë, atër që për në religioni, unë e kom parti politike direkt. Pra, asë që shdash feja ose religioni me ma qatë pjesën spirituale, që thojnë, personale, spirituale, momentin që janë njësë feja më marrë me politikë, atër pëse duna me pas fej, kur shkoj direkt me mirëna me politike dhe s'kom nevoj me ngarkutën edhe fejnë. E tash njerës t'i përzin këtë sene, ose që thot një filozofi një Umberto Eco, thot so ma shumë njëri lexon për fej që ashtë ma pak fetar është. So ma pak lexon e që ashtë ma shumë fetar ose edhe militant i fejs. Tash, puna jonë si gazetar është me kallëzu diqka një lajmë, një qëndrim, një të vërtet. Edhe kjo nuk o vërtet. Absolute që a thojmë na, natyrisht. Është një verzion objektivit vërtetës. Që tash
që ky kanë, qëto kamera që për në këshyrin mu e ty Flor, do më thonë peja t'i kondi shihet këto shihet dhe diçka për mas për këti kondi që është t'i shina one dhe s'ka të vërtet absolute pra, gjithë është një verzion ose një lloj i të vërtetës i cili do t'i dhe mendoj që ky diverzitet mendimesh e bën një tanësi, prandaj kritë varet nga cili kënd don me marrë. Presin për shembull dalin, sidomos këngëtarët më shkojnë nerva edhe diaspora, kur kanë punë me diasporë për shembull, që jenë të varën për bakshishit Flora. E tash ata thënë, po na majnë, s'ka me diasporën tonë, s'ka si jetë pa bakshish, a i mos marrë dhe diasporës më marrë të vjerë, saj bova kja 30 A si eshe këtë pjesë lidhjen mes diasporës? Ata rajnë, po jenë të kanëshëm, sa i thotë, ju jeni fenomenal, kur i thomë në na lodhë, dhe se pe bëni këto në Zvicër, zgudzoni, pe kryni këto, atje tutën që pi hop një letra, tu si të veni, babalokën e rockbox, në aeroport Prishtinës, se këtu se aprisht letrat kërkosh, atje rrënë, dhe me dhonë, që është me thonë, korrekt. Ama a idealizon ma shumë diaspora Kosovën, apo Kosova ka njës me romantizu temë ma shumë? Na jem të njëjtë, po problemi është që ata e njën vetën si një faracës speciale. Dhe menojnë që kanë diçka drejtë ma shumë se na. Që është budallak. Në senë se duhet një më thonë. Po njëjtë edhe na kur shkojnë në Shqipërinë deti, si Gërnace, për shemull. Për shemull i gjuhë matina në Shënxhen aty pëse s'ki smuka, ose pëse ki smuka të Serbisë për fëmijë. Për nësi morëm Serbisë dhe shqyra ato. E pëse na vjen kjo? Se propaganda, logjika që me lojnë që kjo që e kanë drejtën absolute, dhe më thojnë, na nuk hojna pradhime sërbe, që Shqipënia për në Shqipënia pradhime sërbe, me onë paj. Qa dina i fjerit i kohit të smuka, i se kohit propagandën që ke ongër të këto. E ta ka ndiku mentalitetin, e ta shkëmunohet qatë të me ka dhru një farë patriotizme, e ta qatë të pare që i ka bje hargjit këshyrë mjë bo shef atina e marrë të qaj, së është të shëngjinit të i fjerit, a i ka vaj sa zote dhe ku e ka marrë. Edhe aja ka që thojnë ana për një ka fshat butës go. Është që kjo ndjenja superioritetit këshin a e në matë veçante ju s'po dine e qysh ju të në shkoni të qape vëtë një e dira omër me unë po dine. Lemëre, dhe me thonë është ase e një diaspora thët pelinati që përja votojnë Albin Kurtin për shemë, nuk e konë që ka relacion asi për thët këta peshojnë, a pelinatit këtyne që janë këto, që ka vzojnë, bëjnë kunder të në, kështë që janë qëto që ato që janë djenja në ashta e një farë superioriteti, një jenë të përzënd, ata në shkallum nuk e di Flor, por në sens vret një munges ose një standard i cili është paka shumë shkën në një denjë toksike që ata i kumë do, si Gërnace e diaspora. Valon, kemi me vazhdu me folë për diasporën, se jom pjesë e pandashme jona, pa tjetër që po, unë dua që të kalojmë në një dimenzion tjetër, me qenë se në pikat të shkurtra e thamë se qëfar mund tjetë keq kuptuar nga ky imazh i yti mediatik që është kriju tani ndër vite si Valon Sylla, por dua të shohim, do të nisim me disa fotografi të bukura dhe do të më tregosh për formimin tënd. Dua të kthej në fëmijëri, dua të kthejmë të dy figura shumë të rëndësishme të jetës tënde, që janë padyshim printet tu, dhe të më thuash sa kanë ndikuar ata në lirinë tënde të të menduarit dhe në atë çfarë ti je sot, në atë çfarë ti përfaqëson sot. Apo, paj me të tregu drejt lirinë e kështu, kjo baba am, Agim Sylla, është inxhinieri prodhimit të energjisë elektrike atje. Lirinë ma shumë edhe konceptin kështu pa kompromis për me thonit vërtet, pa morë parasysh a kje e so, pas kje e so për kom për babës. Baba am është qësi tipi, i kom për nxo kështu edhe nduke, edhe pse me shpirtë me kështu ma shumë kanona, Ola Sylla, e cila edhe kjo punën Prishtinë, e njojmë gjithë ne, zonjën Ola pa tjetër nga emisionet atje. Dhe kryesisht mirët me këshilla, është marrë me drejtat grave, me aspekte humanitare, jetën e vetë, me gratë Krushës Modhe kryesisht, aty ka ndodhur një masakër që e ka përkushtu aty kogja një 15-20 vite, tash mirët e me këshilla me botën e kulinarisë, për që shiri i saj, ose për të mirën e mamit, këtë jemi Marakli. Edhe one, kjo dritoni, lo jam, edhe ajo Besa Greta, kur vjen lo për Kanada, sepse aj punon profesor në Kanada, atje në Montreal, mirët me universitet, është profesor,
E kur vinë musafir, Flore të nxojnë derën, se këtë dojnë me të patë, së më rritë me najtë me këta tutë. E vërtet. E kështu që e morrim, ikim, shkujmë dikun deti, dikun ja 5-6 ditë, ose 7-8 ditë, që përmollëm në me vetit, të në këthejmë shprej, i presim edhe. Vazhdojmë me pjesën e dytë. Besoj tash mbesa është rrita, se fotografi i vjetër më duket është. Tash i ka 4. Dhe me thonë, a i ka dhënë një farë harmonie familjes, një farë gëzimi, një farë dashnie e tre? Po, sidomos për prind, se prind janë ma mrakli dorën zemër, edhe jo të plake, qësh me thonë të maturu, ju rritet pak edhe egoizmi. Kanë qef me të po me fëmi, kanë qef me shiju vetën edhe së gjysh, e kështë me ronë. Kështë që këta ja u ka jepë, për shdo vjetë vinë, rinë 2 vjetë, se vlau masë është me shkollë, me universitet e kam pushimin që të ma gjatë, po. Flenë me nëzonca, qonë me nëzonca, pushojnë me nëzonca. I kam pushimit ma gjata se në media. Ka 2 muj dite, rinë, këthehen, dhe me thonë, edhe e shijojnë. Me kur vinë, dhe me thonë, si lojnë asë me morë në sen jashtë se rinë është ashtu barkë, se kanë qef me përjetu për në më me misën, dhe me thonë me, qështë me thonë? Me shiju atë ritualin e përditshmërisë, po. E të nëjë qështu me plëcu dëshirat. Për ndryshë pej nonës e kom këtë pjesën tjetër shqiptare në kuptimin që kjo shumë i ka ditë traditat protokollet. Për dallim pej babës që baba është ma, qështë me thonë, ma hipik, ma... Këto është moshë vjetër, për ndryshë u konë në tipi që me thonë i rokerit i kohës vetë, dhe me thonë është ma allegro, nona është kështu në sens humorit tipit tjetër, po ma tradicionale, pak ma fanatik se baba me bo me qyre. Kështë që këtë pjesën e regullave e këto tjera që ma ka shtin qef edhe historinë edhe që të shqiptarin, që të albanologjin që jone edhe bëj hajgare edhe përdore, është pej peonës nonës e baba më është Prishnali Kaldërmi, si kjo së herë të hinë kërë. Prishnali i vjetër, a? Halo muzikën tërqështë e ka. Dhe me thonë do të mjandru, ka nonës e ka në ere lenë që ashtu se kanë qef. I kanë veta. Kanë që është e këto, me mbome, kur shkojmë Stambol në herë ose në kënd që shkojmë, me lëshu agimin Stambol ose peshke nu, ju të bënë, si me lëshu në vend të vite. Në vend të vend. Që e ka qatë pjesë, për ndryshë Prishnali, i cili liberal edhe allegra mënyrën e ti. A vlo, jo, vlo është maj kujdeshëm. është natyrë tjetër, a? është maj kujdeshëm, i për në gjanë nonë ose kështu, kuptimin edhe me njërë me kështu, njëm ka boba, në e në matë zikë, të e në matë borë. Njësa ka dojë që është të sinë me disë, me gjithatë, dhe me thonë vlo, maj kujdeshëm është asë tipi me plan, i cili krejti bën me plan, është superi, që është me thonë, i organizum, gjithë shka e parashikën, e planifikën, edhe mirët shumë, dhe me thonë, i përpikt pak ma shumë nështë se so që duhet, për që ka mirë, dhe me thonë, kjo për 3-4 vjetë i ka marrë me në shtetësi kanadeze kur ka shku, tash ju kanë bu 15 vjetë atje ku shku, ka dasht atje, gjithë ka dasht të shku. Besoj kjo që është principiell, i ka ndihmu shumë ma shpejt me i arri gjana. Tipik akademik, profesor, punën dhe me thonë ashtu, që ashtu e ka të organizu me jetën, është i qitë, nuk bërtet, po sinë se në mundët e kemi si... Të trashëgume keni, kjo duke qarë. Kjo ka pas qitë, po e ka që ashtu shumë të veçantë. Nona është po ashtu me baba ka tjetër lejt të foreve të humorit, a onë e nona parafësisht e kemi aty dykun. A e keni ndje, Valona, herë mungesën e një motre? Nona, së dëmas. Unë e për veti, masë që kom ledzu sene, për të tregoj drejt, që kom po ose të ledzu, ose të po film, ose kështu, e kom po që është një dashnjë veçant me disë vlot motrës, që në se kam, thojnë që motra e dënë vlon për te i gjithë shkafit, unë e ata dhe me thonë, atë përvoj nuk e kam, që do që tjetë, i kam dhe qika tagjës, një qiktezës, për çka nuk jem konë kur, taman i lidhën me antarë të familjes, shu adin dikur që rrinë gjithë me kushere, po kur ka najsenë, se najsenë atyre që dush më shumë konë me ju gjinë. Për ndryshë nona, mene që e ka pak më problem, se e kanë nonat një nevoj për qika më duket. Jam shumë dakord. Edhe të njëtën rritë me një botë kështu me 3 mashkuj, që me të që... Edhe besoj që se ka pas leta. Po, edhe unë kër shkojmë musafir të shukë, o pak problem se kër shkojmë të shukë, kanë ata mutra sene, na sidhëm si 3 mashkuj në shpe ose në banesë. E jënë dhe regula që dush me konë pak ma i kujdeshëm kër ishë banjo, që shemë shilë lirin që a bënë, dhe me thonë, atë sene të rrikumësu të shukë të tjerë.
ose të agjallartë e kështu, sepse në shpej jo, në shpej o kohë të amën kështu, që shpë thonë shpej mashkullore, si në ushtri, jena lo shpejt, jena dalë shpejt, jena, adin s'ka pas shumë kohë me fena, me sene, me ato të nej, i kena po ma vën, që tërkum, po jo pe motrave, se pe mrena familjes. Valon e përmende pak çështjen që vjen një farë egoizmi me moshën dhe vetë ti u prindërve ju vjen ajo dëshira me boj një farë presioni tek fëmijët. E thej që tashmë mbesa e ka zbutat. Sa e ndjen ti presionin e prindërve? Tu? Ta bojnë ashtu kalimti, rreth e rrotulle? E kam bo dhe me një kohë, tash nuk e bojnë dorën zemër. Edhe qa me thonë, ka qenë periuda ku interesuam për të propozojnë diçka. Ose vinë dërshua që të fini, se i thojnë qëre qështu, ose qëre kështu, dhe më vinë të thojnë. Po problemi jo që, për shamull... Smuj me paramendu. Po, o shumë... Ti të ndëgju një propozim tjë. Ja, nga një herë dy, edhe i thu për shamull jo, se arsuja për shamull besan, ti do të mendodha, do shbë njëftu, a ngullosh, a nuk ngullosh, nuk e më rëndësi, së është kur kusja qëllën është me herën e parë, as dytën, as me martesin e parë, ma dje. Si bingo, ose qëllon, ose qëllon. As me martesin e parë, ma dje, as me bashetis e parë. Punë e modë. E banë në mënyrën tonë originale, autentike, sinqertë është mirë me konë, deri sa të bohët. Këto format, dhe me thonë, të njoftimit, ose hajtë këshyri qëto, hajtë se këshyri këto, jenë, si me thonë, jenë ashta për dikon jenë ma sigurta, se jenë të varë nëse të nështrum për familjes, po zakonisht edhe prendë që kanë këshyrë për veti, kur se këshyrin për fëmi të vetë, as për qika të vetë, që jenë pak egoist, për shemull, kur jenë konë treja në ashta, grate i kanë këshyrë moshkujt ma mangu, pa a qikës këshyrë mja gjithë frajerin profesor, me unë t'i kërë e konë eri. Që me mund me pas pak kontrola. Po, se këtaj, kur t'i bëjnë do vjetën, ki mara ato qikën, a vetë kërë u konë, ka këshyrë me ato vetën, dhe me thonë, e jem pak, se anë që pas një farë sigurie. Kur pjekësh të ne, ato i kuptëne edhe i ngu si ka një herë të rëmë, kështu. Po jo, nalën me një kohë e shohen, me rëndësi është prind, pa morë parasysh sa je i zoti, sa je i mbyllur, nëse qa me thonë i tërhjekun, prindve me një moment do është mi binë që i rritë. Pa i binë prind që i rritë, a i gjithë ka me trajtu të si fmi, si i vogël. Se kështu thonë që në shojnë fmi gjithmonë, po vjen një moment kur duhet të apërshtetje. Bind, ose del, ta shonë njëm dollë për shpisë ma herët, të ne kam pas pak të lashe shumë të surim këthy, se vlonë kanad, po si do që tjetë i kom binë mamat që jem rritë edhe që është me thonë, e kam kryuat besimin edhe e s'kam pas, po, presionin, po. Po e ke menagju? Ja, u shpjegan, me një moment i thu edhe njerë ma për mena se kështu, se apëtin, edhe lërë i thu le ma mu edhe qështu. E qartë. Po. Tani do atë flasë pak për Prishtinën e dikurshme, Valon, cila është Prishtina e fëmirisë tënde, cilat janë kujtimet më të bukura që ti ke për Prishtinën e atëhershme, dhe çfarë do kishe dasht me marrë nga jo kohë dhe me e pru në Prishtinën aktualisht në krejt të kaos që po ndodh, qoftë politik, qoftë në krejt aspektet. Të komunikacioni që është një kaos në vete. Prishtina ka qenë shumë e vogël, kur jam shumë e vogël në edhe si territor, po edhe si qytet është, edhe pse i vjetër kështu me bo me këshyrë me histori, është i ri si kryeqytet, është i ri si strukturë shoqënore, si shtresa shoqënore e nërë, dhe me thonë mas 47-ës, kur është bo Prishtina kryeqytet. Dhe me thonë Prishtina është një Prishtinalia i vjetër, nuk ka në farë kuptimi se mjednohen ata në Prishtinë kërë minë të thonë kështë se fryhen kështë jënë diqka. Prishtina o konë si bën stili sëtë që është Sëjeva në Ferizaj. Pro ka qenë një kamp ushtarak, ku është hapë vështë martën, për që ata e martën të në Prishtinë ka me ditë pazari, edhe të martën është krya i pazar. La Krishtja ka prënu si lagje kryesore në hyrjet Prishtinës, për i Fushkësovës, ka bë lakna për ushtri. Kjo pjesa ka vetërniku e këne kanë bo grunë për ushtri, edhe vneshtat e ato kanë majtë pëme këto, qka ka tepru, ka shku për shkup, se rrëth Prishtinës ka pos minjera, edhe ato minjera, dhe më thonë, argjenti ari që është në zerë, kam ri, te garnizoni i ushtrisë turke, ose osmane, pe aty të ardhë shkup, pe i shkupit Selanik, Konstantinopol, Istanbul, ku është bo pare, pra moneda, edhe gjithë Prishtina ka një farë, po folin në kohën e kalume si një vend ku i ka shërby, do me thonë, ushtrisë. 47-ën me ikë, komunistat pe kufinin se Prizreni o kryqëteti reali i Kosovës, vilayeti i Kosovës Prizrenin e ka posë, po ashtu kryqëtet.
400 vjetë, jo pak, dhe më thonë, këgja vjetë i ka vilajeti Kosovës për bo me këshushtu si identitet. Bin komunistat larkë kufin e Shqipnisë, se me njerë del në kokë se del në Shqipni pra për Prizrenit, bin dykun qender edhe bin të në Prishtinë. Tëne që kjo Prishtina që sot dhe njojnë është që e Prishtina mas që so, jo na Prishnalit që na hum para. Na jena Prishnalit kaldërmi të thujna vitit, jena pak 400-500 700-800 vjetë. A ke folë turqe? A din me folë turqe? Po nona është e istogët dijoni me folë ka pak, ose marrë vesh diqka, po në fakt nona tha mësën gjuhën. Unë jam i vetëmi, ose gjeranta por që s'di turqisht se nonën e istogët. Istogët e shumë shqiptare dhe nuk di shqip. Po Prishtina, Voshtria, Shkupi edhe Preshiva folën një turqisht dhe vjetër e kanë, që është shumë e parafart me Stambullin, po edhe vjetra ajo arkaike ose Otomanja, se Prizreni folë ma shumë si Azerë, kanë tjetër lëj Apeja, Gjakova, Zdilbir me folë turqisht, bile këta keshi me ta. Për ndryshe, gjyshja e familja këtë kanë folë, se dhe familje trektare s'kanë qare pa folë. Prishtina që ka është një sëdo mentalitet. Dikush për Shkupit që ka ardhë, që është një e babës temë, se babam për jetë natët ka orë në Shkup, kër ka qenë i li, ata se djenë ma Prishnali, se dikush që është linda ti me babgjështë është. Se Prishtina në është ma shumë mentalitet, mindset, se so preorje. Shamull, pe morim shamull shpenda meti. A është kretë Kosova ka dëshirë me thanë që jam i Prishtinës? E more gjithë kanë që mu fry, se të ne ka pos kushte ma të pira, krye shteti, jo banesa, jo... Mediat kanë qenë aty, grupet e muzikës, jeta, dhe më thonë... Një farë statusi, me thanë jam Prishtinali. Ose edhe këtë Kosova ka orë me studiu, dhe ne aty, ka qenë... I ka pos për parësit e veta, për ndryshe pëzojmë shpenda Ahmeti me një farë Arban Arbrashin, cilin e kom mik, zdia e monë me në publiku, për kanë qenë kandidat për Prishtinë, të dy jënë kontë Mitrovicës me preore. Për si Mitrovica li djetër jënë kontë Gjakovar me preore, për në sen si mentalitet jënë Prishnali. Pra edhe pse janë të Mitrovicës, ose ju që një orë keni punu të na, keni mujtë me konë ma tafërt në ashtë me mentalitet Prishtinës, se dikush që ju leo rritë për zëna në malë ma gjerëve, ose që këtë dyrën e veternik, ose në vra njefës. I dhe një sëqarim të mirë kësaj që është më shumë mentalitet, se sa vend banim. Shumica Prishnalive që janë aty geografikisht spajtohen me këto. Po për shamull Prishtina pe aton hekurudhës, ku lidhët ka ona e vra njefësit me Prishtinën e kaldërme që i thojnë, e me Prishtinë e banesave të komunizmit që i thojnë zgrada likisht e zgrada sërbisht. Dalojnë shumë si mentalitete, edhe qaqë sasjën martune me veti, kanë posë këtë tjera referenca kryesore. Këta Prishnalite vjetër së shkojnë asë në shkullë, dhe në zemër, në fakultet e kështu kanë zanate, dugoj, lidhën me Istanbul, Trekti, pak ka shumë si Shkupjan të vjetër këtë. Ndërsa këta që janë ardhë me komunizëm, këta këtë këshyrën shumë e hinë qeveri me punu më bo ministra, kanë planet moja për vetë vetën, se janë pjesë që asaj edukatës të komunizëm që janë ardhë si pjesë që asaj nomenklature që mi thonë. Edhe këshyri me vazhdu, tash me bo mi thonë që shfolli one, nuk folin ata folin me rëtë but. Kjo reja pak i traton. Po, kina me rej hashimin rëp, në fakt na folim taman që shfol regioni Gollakut, ose Prishtina vjetë që shka fol, që është ma parafërt me Gollak, e deri këtu kufi me Karadokun e ju, pra Shkupin, malin e zi, historian. Shkupin që thojna, po për ndryshe... E ke defekt profesional i hynë e historisë. Po se më shtinë e luga, po do me thonë qa... për fëmirin tonë, veç për fëmirin së më folë. Qëfar fëmije ke qenë ti, Valon Sila? A ke qenë rebel? Demel? Rebel, vraj, zhurmagjiu e... Kurështar. Ma shumë jëmë konë kurështar. Rebel kom qenë, naturisht... Rebel në aspekt pozitiv, kërkuese. Kom pas qase tjetërëzën në shkull, i kom ngritë qështje tjera që jënë konë atëherë për shamull, nashta jo problematike, po ase kom pas e meqë kejtë tjetër, se jënë konë herë metal, kom pas flok në drësh, i veshën kejtë drësh me gitare, me senë, me zingjirë, me senë, kena pas e në kanë qitë pejore, vëth e kështu, e jo heke po. E atë jënë konë që me thonë moda e asaj kohë, për ndryshe Prishtinë, që mungën për asaj kohë, me të kalëzu drejtë, nuk më mungën dikur që thëtë o Sami t'i shkëthi, unë nuk isha këthi kërë, se o koni farë kohë den klasën e 7, o koni farë që me thonë. Jugoslavi, u Prisha, të herën kërëm konë në klasë 7, nuk më ka mungu mu ajo pacja e sistemit socialismit ka zu drejt,
Dina konë Kosovar, për s'kena pos kur gjë, s'kena pos ekip futbolit, një Prishtinë kena pos që janë ardhë këtë pej Maqedonisë, për këtë këtë me këshyrë. Kena pos jetën e natës si interesant, për jena në gjofë këtë në mes vete. Unë jam dalë për shemë Papillon, vitin 97 për shemë të marë. Pak para se më janë njës lufta ta ma kështu në Kosovë. Unë i kumë po 18 vete disa e më shku në Papillon për zonjë, që osët të katedrale atë në qendën. Edhe për 18 vetëve, 6 vetëve ja kom po qabën që shia e mirë, a 2 si kom full edhe ata i kom gjohë, po vish kom aqë që s'pi full i tine se s'basë, s'më pëlqenë, po qaja kom Prishtina. Am ka mungua jo, të mungën rinia, të mungën energjia që asaj kohë, dikush e përzin qëto. Për ndryshe frigoriferi jonë, kër e kemi qiel, u koni varfën të më vëqar me i, se të frigoriferi jonë që e kena në shpe, ka ma shumë artikuj se me him vëqar në supermarketin e asaj kohë që konë. Dhe me thonë, pra janë këto gjana që ndështë na mungojnë, po na i lidhin me vendin, i lidhin... Ma pa konkurencë, pra krejtë jenë këndë barabartë në një, që me thonë, në një standard, qëllin të s'ke mujtë me kojnë asë shumë dalushëm i pasën, asë shumë dalushëm i vazhën. Nështë kjo e ka bo dhe jetën ma të bukur? E ka bo ma pak konkurencë, edhe unë menaj që këtu pikrisht, këtu ndryshimet politike, sociale që pëndodhin, vinë këtu për njerë se tash dikush ka bo pare, dikush jo, dhe tash ku i bone ti e hajnë, ti kështu, dhe mund spajtohen me që ndryshimin e ri. Dikush i thot kapitalizm, jo kjo jeta reale, cilën e ka bjep mungën fëmilia, mosha e re, mungën që aja koha pa stres, pa menu mi qitë rrugat e punëtorve, që ajo mungën që ajo andrimi. A dhe andra që i ke po se kom e abo kështu, se ashtu njëherë nga shku në deti, nga u ka do shumë mirë se që ashtu ko njëta, ta shkëm 5 herë këthesh i pak nasht. Po mirë njohja ka egzistu, e tash është një virtyt që... Edhe kena ditë pak ma shumë, se kena pos mungesë të ceneve, e kena respektu pak ma shumë. Ta shkëm 5 herë deti këthesh nërvës. Dhe ona atëre një herë, shku e ke përmen të më vere. Po pra, mirë njohja me qenë ndaj. Fole në periuda të ndryshme të Prishtinës, e tash po du me të pytë sa ka ndiku periuda lufta dhe periuda pasaj në mënyrën se si ti e she shtetin e Kosovës sot? Po ka ndiku shumë, mas pare unë jam konë shumë nacionalist. Unë edhe në vitin 2000, qatë sa jam rrej me Sërbë në redaksi, me gazetarë Sërbë jam konis, dhe me thonë, me fshisë. Me kësit fshisë patë në suspendu në vitin 99, trauma kena bo, se kena ditë, të në ato ma vëne kena kuptu që edhe na jena traumatizum. U koni mos marveshje e kodë, jom konë qashtu jena rritë, tamam puna mos me konë pak nacionalist, pak qashtu plus për edukimit histori, plus për luftës, plus për represionit rritët aja. E këta të hujtë në ashteshin me punu me zërë, se me thonë dëni me posë me Sërbë sen. Ata Sërbë vishën pësëshin asë të Kosovës, asë ku që me mush numërin e bishën për Sërbis. Ata shala bajzera se vishën me morë rogën, na... Ata se kishën ndoshta ka zgjuar këtë nacionalizmin. Që vishë për kemë morë një rogësh pare modhe për ta mi morë 1500-600 marka në atë ko, ata si këshin rogë ata s'ka 30 marka në Sërbi, ishë dalimi madhë. Ishën gjeni me bojë gjithë shka, vishë për meru që atë rogë. E tana e këshin presionin për Sërbë, se Sërbë të shë një litratharë që shpo punoni me këta. E ata tash qatë të pej marë, zë më nëshën ta fut kënë një shqiptarski terroristi, ose diçka ta fut kënë loj me senet, na u bëshim nervozë që ata edhe o rëkshëm. Po me të hujtë, me që ka pas shumë investim të madhë, këta ka dalë nga kanë marë, nga kanë Airos, unë jam një për tyne që jam Airos, edhe ka dalë, ja kena njësë për shambull me mësu për regula drejta tjera. Dhe me thonë që, ty Sërbin logarit e armik, po janë do regula që ty s'monësh tash mja ndalu me punu ajo, ose kështu këta, janë njësë qështu ka dalë, të nej e kuptën edhe ajtë, e kuptën edhe ti. Të ne pa të mpru një shef gej, për shambull, që u konë shok kulturor për neve në 2005 me posë shefin gejti, zgu të dheshim me hinë vetësi, se dheshim hina i gejnë vetësi, a i shefi du shë bërrok me shef, se në vene se na e na hunë, që shë bëthonë shqiptar dalë mas luftës, edhe kena posë, asë përvoj, asë kena posë, asë edukimi s'kena posë, dhe me thonë, asë ka posë geja naturisht, për mojtë shef sene kush e ka ditë, e me thonë shef aj, unë ko gja, e ronë. Të ne që aty e kemë mësu që edhe gjit botë shef, edhe ka dole që të ne kur kena dole 2012, na kena pas një edhe thash të eshe një gejtë do këtë kiamet, po dikush tjetër që se ka përsyke që to i do këtë kiamet, dhe rrët në atë paradën e gejtë dhe kështë në rrallë. Kështë që
këto sene na kanë kalit që thojmë na në Kosovë, dhe më thonë na kanë shti mu përballë që se dhe kena shumë ma letë me kuptu, me pranu dhe me toleru. Si diçka e ndryshme që edhe s'pajtosht po në fakt pjesë e njerëzimit që ti s'ki qare pasi e këto ketë na i kanë bo neve. Po sot sot s'ka si investimi, sot e kena një Trump në Amerikë që jo këtë tjetër, a i thot një superfuqi, thot Amerika first. Pro kur thot Amerikane, Amerika e para, thot para më që atë një të tjerë. Që zakonisht Amerika orë në ka një mund neve, s'ka orë. Amerika first, bëzlintone, po orë e ka bombardu Serbinë, në ka shliru neve, shemë për marën. Tash si dhja e kishë bo Trumpit njëjtë, se ajo s'lidhet me Amerika së pari, ose first. Këto sene kanë ndru, globalizmi kanë ndru, gjeneratat e reja do tash na mja u shpiku me media, me kështu, jënë do fundet bëjës dë sene, cilat jenë problem. S'po folje veç për punën e geja, po folje për etni, po folje për fe, po folje edhe për gjitha sene që tash, ajo fetar tash qysh dhe mburru me këtjerë. Pse kemi problem sërë që përmendet feja, religioni, valon me diskutu, po me njerë kalon në konflikt? Se korone, kër jam kon fillim, që kom menu që e drejt e më në qysh tia, si kësi aty që kom pse nuk po të i kalohet? Ku është ai hendeku që po na mban ende nuk jemi asnjëherë racional sa herë që flasim për fen, gjithmonë jemi emocional. Duam menjëherë të hyjmë në konflikt, jo të diskutojmë apo ta marrim si. E tash bota shtazore Flor, kur domethënë njëri lind s'do me ecë, s'do me fol, duhet më mësu për fillimin. Shumë kush më mendon edhe që na shtasena pjesë soi botës, për shembull shotën e shën ujë pej vezës e notan. Për shembull fluturon zogu me të parën, ose mazi i vogli, klyshi, i kalit, ose vici, ose kita, me në ere dalin, edhe me në ere adaptohen jetën e vetë, ose peshko në ruj. Njeri jo, njeri lind, gjdo gjerate, edhe me eze, me full, jem së për fillim. Dhe kej ndodhë njerëzimit gjithë, borë neonal, si me thonë memoria e përbashkë komtare, ose që me thonë njerëzore, njeri këthejet kohën në shpillë, ose ku me ditë ku konë. Kështë që se gjenerat do është mja kujtu. Nuk jena si shtas, me dalë lindo, po do është mja mësu. E këtu e në sene që na do të mi bajt referencat. Një gjenerat dështën, 3 e hajnë. Një gjenerat është e aftë, 4 gjenerat e të nej e hajnë belesh, që me thonë, që që kanë hongër Sloven, që ta Sloven të ma dëptin së shqiptarët e Shqipërisë, se bëva ki atë shkubit në biznesin gjindë shpër një sene. Po jënë konë do Sloven që i ka maru do firma në atë ku e kam përdojë që na si kina bo, cilat së Slovenia i hangoga ato tarën atë atyne, për ndryshë se Slovenët jenë shumë trektarë ma të dëpë se ju në Shkup, për shamë, për shumë arsye, se ata në Shqipni ku kanë më rriju, se që apë di grekt, ose tërqet, që jënë konë atë kone ashtë të kërkon. Duhet ndalem edhe pak të feja, se ti shumë shpesh e ke përmend që problemi nuk është feja, po problemi është fanatizmi edhe tek mungesa e lirisë së mendimit, po ndalem tek një deklarate jotja që u bo shumë virale, shumë sulme, prej nga po mendon që vjen kjo dhe pse gjenë ca momente për të folë në këtë temë. Në këtë rast ishte më shumë mënyrën se si funksionojnë disa figura fetare, kështu ishte më duket deklarata yte. Po, nëse e ki fjallën për problemja që njësë kërë reagojnë, ma shumë reagojnë për mi marë lajkat e militante. Në shemëll, ne kena këtë farë Gold Again, që është të preshjus të ajniva që më kishë shotë, dhe më thonë mas që ty në deklarata dhe thëtë, se aj Gold AG nuk është, aj Gold Ageja, se atë. O mare be aga, si thënë kjo anë mira tasës të jullojani që në të avden, aj Gold Ageja është. Dhe me hona është edhe reper, për edhe huj. Me hona t'i reperja huj, si qysh, ku kohë është. Duhet me munda dë gjana, se nuk shkojnë bashkë. Po s'mën është edhe rocker me konë edhe vahambi. S'mën është me konë, dhe me hona edhe pëllet edhe hajtë. E sidomos, kur kemi përbal një mas që nuk din me dalu kritikën sociale prej sulmeve. Kër reagojnë, si me thonë, me marë masën nëse kështu. Se unë e finë se ofendoj, unë e ofendoj dyftyrësi në fi. Për shemë, qaj vinë hoqës Mercedesi. MC, si me thonë, si repera, si dhe në hëgjallat. Me thonë, ti hoqë, ti për Ramazan të dush me këshilluna, i sen tjetër, që po të vynë ti Mercedesi. Je po Allah të afolë, se Allah të jepe pëse të mirat materiale në kësi asi, po ti po borë si reper, si kur 50 centi, po dukur, si tjube. A dhe që speqesin ka ne zëngjirë të mapë dokatët më fri, me thonë, ti hoqë, ti prefti, ti kleriki, i hoqë, njëri i fejës dhe më. Edhe do është me konë me anë që ati roles, për është. E tash popularitetin e përdojnë ata do me thonë bëbeti që jenë të Hollywoodit, që a vedi të stradës.
religjanjën. Kështë që këto sene janë të ne aty, për popularitetën ata janë gjendje me bo gjithë shka. Ata që kynë flamurin shqiptar, të ne dhe t'jo kërkoj foli, jo të thotë jo kjo kështu. Ja del të nëna Terez, kështu diqka komodjiga nina. Me unë për të ja s'ki tjetër lafa. Ja të full për shur devës 40 minuta me unë të ja s'ki tjetër laf për shur devës me nga kalzu njëve, jo i logja. Po le, më shurën e devës, hojq me unë full në sen tjetër, e tani ty në ju vjeni noti kër i thëmën e qështu. Na maspore devës ki, maspore. Me gjejti E laçi. dyta, ka dula jo temë. Hajde me thonë shurra lopës për para kanë thonë atin, kur i dhemë vishë e fëmijëve mja u qitë plakat të ishë. Pa le me thonë atë temë, tash 500 hopa e më banatore me thonë, po... Tash ma angazhu njerëz, me na gjithë dive. Këtë në që të sene. Edhe njerëz për shembull të na i hajnë fjallë, që u konë kur thëmën e dëmën kur japin dova, si kështë atin, se të kuli vallohet, tash e thojnë si shpet, me ka përcuj, atin që të kuli vallohet, e hatë. A përten kështë e krym, ose te katolik që i thojnë, i falem i Mari Vergjereshës, ata mirë ditot e kjo ona që i thojnë ana fonali, fond, ka ona e Gjakovës 5, që jenë si komunitet për i mirë ditës tartë, ata thojnë, falë me Vergjereshës, i falem i Mari Vergjereshës, falë me Vergjereshës, si shpejt, atin që me Si kalim fjashtu, po. Qa ashtu jajna fjallë, e tash që kjo konë, e tash dikon e bërë eros me onë, po kjo është fakt antropologjiko në me që të sene mirë. Kështu që me që atë na hamnat e njerëzve i shkurtojnë, se me hëmë valën, dikush me bëm valë, dikush loni, dikush afrimoci që i ko që me më thonë loni, me li thëmë leq, valë loni, më duke se me koni lopit. E që shtë. Okej. Valon, ne e dim që misioni i gazetarisë është kërkon njerëz të guximshëm, njerëz të cilët e thonë të vërtetën, njerëz të cilët i shpallin luftë institucioneve, luftë politikës e kështu me radhë, ti je nga ata, kjo e dim qartë. Prandaj dhe sigurisht je sulmuar përveç virtualisht, ke pasur edhe sulm fizik. Po, se... Sa ka ndikuar krejt kjo? Guximin media, ose guximin punën tonë, ose koftë për sene ma të dishme, guximi intelektual, ose guximi akademik, është dalon për guximit më rrej me buksa, ose me sene tjera. Ka njerëz që është shumë i fort, po nuk guxon me thonë të vërtet shpirti lëshan, ose tutët për një dyshimit madh, ose sulmi publik, ose... Ajo është një guxim këtë tjetër i njerëzimit cilin dalën trimnia dhe guximi, që i thojnë. Te unë e ka guxim, trimnia është tjetër. Trimnia është tjetër lloj, guximi është tjetër lloj. Na kena detyrë me kon guximshëm, gazetar duhet me kon guximshëm. Gazetari se ka guximin... Ndryshe cila është ideja e të qenurit gazetar? Natyrisht që dojmë na mos me injekcin me tron, po me pamuk, është mirë, me jep me pamuk. Ka dalë? Po, me shliru komën, me asit që mos me jep me të parë vërën, për që ata dhe përdori dozat humorit, edhe të stilit, pak jo të zakonshëm dhe me thonë që e përdori me humor, se ma let kuptohet dhe ma let depërtohet. Për ndryshe ka njëherë me bom ju ka dzu njerëzve qysh, është për i me, ose diqka, edhe shokovë. Te gazetarës është e rëndësishme guximi, po unë e menaj që jo vishte gazetar, për një sër profesioni është publike, guximi është shumë i rëndësishëm, po edhe të një aktor, ose aktore, cila nuk e ka guximin me dalë, ose me bo diqka, qa me thonë... Për te i zakonshme. Për te i zakonshme, ose e ka fështirë me ka përcyn, sepse me i dalë kundërrymës. 2000 vjetë i kena histori që e mojnë anë mene shkrujmë, dhe me thonë, për çka asë njerës ka pas plët. Na kena plët kolegë zakonshëm që vinë, i bojnë do lajme me shkojnë që atje shkojnë, po kur kush zbën diqka që të dush bumojt blen bile në herë karierë për diqka. Dikush punon me nëzon krimin ose me shpallo sene tjera, dikush punon që se aspekte sociologjike si korone që e shoshit shoshinin për meshtime menu ose me bo, që aj për shambull që mbjeve me mafijë ose që apëtim me krim të organizuar, aj tutut me bo këtë punën të tamë, ty të shkoj karriera, të ashtë gjuhën të shojnë sene mene, për të s'ki qare pa kry këto. E të ne do thënë ka daleve, të janë isë, dikush pajtuar, dikush jo, po guximi është esencial. Pa guxim s'kam, politik, në drejtësi, në gazetari, guximi është shumë i rëndësishëm, po edhe njëtë përdeshme dhe bërë njerë që tutën me qëndru për që ato që janë, që se ka që atë mendimin kritik që fatkeqësisht e na në shkollë nuk e mësojnë shumë. Shumë e vërtet. Dohet me shti, menoj që nuk e bojnë dallim me kërkone mesin, si me thonë një gjenerate zakonshme që i kryjnë 40 vjetë një punë, kurse merr vesh, kurse sen që ka bo.
Po, çfarë mendimi ke për politizimin e mediave, Valon? Për shembull, edhe të ketë një gazetar guximin që i duhet një gazetari, zakonisht kufizohen vetë mediumin ku ata funksionojnë. Mendon që na duhen media të pavarura? Media pavarur ka të zgjedhon. Domethënë media e varur sun zgjedhon. Realisht, keq kuptimi më i madh i publikut. Televizionet publike ekzistojnë, licencat publike ekzistojnë se ka nevojë për me bëj edukim. Sidoqoftë, na kemi jetu në një botë ku kur s'ka hon mediat janë kontrollume, ta shtojnë qëre mediat janë kontrollume. Kush për kontrollon një filion. Jo, mediat kanë drejt me majtë pozicion. Për shembull, media ka drejt me qenë që besën në struktura liberale, ose pesojmë televizioni Jub. Televizioni Jub ka, që me thonë, parime cilat është për drejtat njerëzit, e ka qështu, është e djathtë, është për biznesit, e ka këto janë parime cilat, që me thonë, aje respekton, e tash qëllëm politika që përputhet me që ato, aja dhe e mbështet në mizbot. Problemi kur media rren, ose falsifikon fakte për një, që me thonë, një sulm për dikën tjetër. Se që e mbështet dikën që ka pajtueshmëni, ose janë antifetar, natyrisht që thirrin musafir dhe kanë afinitet ma shumë me grupe, shoqëri civile ose politikanë që se prap mediat kanë ose janë fetar, i lodhin këta tjetë. Problemi kur media rren. A rren media tona? Ka raste që rren e falsifikojnë, po edhe dënohen, po megjithatë, për shembull, ka që si raste propagandë që na kemi po zërin e Amerikës, Trumpi e mshiri. Ajo konë në televizion, na i kena besu shumë. Do në zemë, unë jem rrit me zërin e Amerikës e gjatë luftës se na jena konë me Amerike e kena ngu, po qa ka nguaj, pëzojnë a Venezuelaj, Meksika e ka nguaj zërin e Amerikës e kërëne. Jo, se atje nashtë Amerika konë tjetër Amerikë, te na konë tjetër Amerikë. Trump e mshiri. Tash, pse e ka mshiri se është emision propagandistik i një shtetit. Ka propagandë në natyrisht që ka, po problemi o kur pajtojnë, thënë, pse për mbështeti këto, po pezona, unë e mbështeti që tash pa pare, për shembull, stafi jam, shembull për marrë kur ka diçka shkelje drejtat njerit, ose që bëdi diçka edhe fushatë dhe reklam vjen pa pare për zona media ju. Ose një aktivitet humanitar, diçka që bëdi e lypti a jep. Po për shembull vjen dikush që është aktivitet kryek po të fetare, diçka e predikëm për diçka që është kundra e lirisë që ti besen atër e ti, se bëj. Ti s'po ma bën. Jo, në s'ta bëj, po t'i shko diku tjetër. Këtu e në që të drejtat që i ka media me rajt, ose me falsifiku s'bën. A me majt, që shme thonë, ideologikisht, po, për që ata në Amerikë në domë. Pse në dy pole, cilat në këtëri shtirë. Shqipnia ka fillu besa që ashtu është bo, Serbia është ashtu, po të na në Macedoni të ju, e të na në Kosovë, për shkak pakicave, ose për shkak shumë etnive, nuk mundet më bo kjo sistem bipolar. Shanë tash të shqiptarët i bo taborit të jo, gjithë kanë qimë për tash në fërcu, të na janë fërcu, kjo e vështirëson, edhe të pakicat, ose të Macedon natyrisht që janë. Pro kjo e vështirëson se që ne bënd të mo qatë ndarje për arsyet, që me thonë, lojlëshmërisë etnive. E qartë. Tani, Valon, duat kalojmë tek një sfidë, unë do të bëj pyetje dhe ti nga pyetja kemi kuptu se çfarë po kërkoj prej teje. Hajde. Zoti Agim Bahtiri, a i morët në shkrimet nga deputetët për kandidatin për president? Që të nërshkrimet, po se aje ka këtë hëllë ka së kur, edhe këta arabët, kur folin edhe dhe ka së kur, edhe si të gjarë të najthën të dhe ty, do është me thonë trektarëve të gjave, dhe me thonë gjave të mëdhaja, klëbëve kryesisht, dhe me thonë, a i lip që ashtu në nërshkrimet si për lëpë, jo si për me konë për president e ngucim, për ndryshe respekt për këtë trektarët e gjave, për ndryshe, ajo është një profesion që dhe s'ka lidhe me këto, po natyrisht që nuk lypën në shkrimet si për do lëpë që këshyrë të fazon. Okej, pyetja e dytë është kjo. Zotri Lutfi Aziri, a mund të jeni kandidat i LDK-s për president? LDK-ja është sikur e konga vjetër lobe, e cila ka shumë zona, po në fund, ata zona edhe pse kundër njëri tjetrit, kur bashkohen, e bojnë muzikë mirë. Okej. Lutfi Aziri, unë e mene që i shkon shumë kandidat edhe shumë kryetari mirë për LDK-n. Madje maj mirë se që kjo Abdigjiku që tash është, por e kanë hongër forën në Kosovë, ndodhe diqka Albin Kurti i ri, që është në ketëmi po kryetar të ri, edhe në funda nuk ju përkty në vota.
E Lutfi Azire ka pas përvojën, është që shme thonë një për njerëzve, që me thonë, civil edhe shumë okej që e ka meritu keq që ka hup, ka doli dytë atë. Okej, dhe dytë fundit, po shumë shpejt dhe shumë shkurt. Zotja Hashim tha që si e gjetët Kosovën pas këthimit nga Haga. Po e manifestoj. Nuk e di, po Hashimi është shumë i shpejt. Okej, po, kur ma mirë jo. Loqë. Dhe vonë Hashimi është shumë i shpejt, i shkurt edhe efikas. Kështu, na mungën shumë, shpresojna që ka 7 orë i kthehet, që ashtu kena s'poku bërimet të këshyrin dhe me thonë 7 orë, korek i kanë të farë. A fati si para përfundimtore që nashta den 7 orë kryen dhe e presim Kosovë. Po ndryshë, loqë ka, okej. Okej. Dhe pyetja ime e fundit për ty është kjo. Valon pas krejt asaj që dëgjuam për jetën tënde private, a je hapur për një dashuri të re? Po bëllë e kom provu shumë shpesh florë, dhe dhe së që më ka dhejës, nuk i ndo bashkë mirë, po natyresht që po, ta ma puna. Njeri, unë e menoj që edhe jeta është një farë prodhimi ose një lindje një dashnis, pa dashni dhe s'ka kuptim as me pos fëmijas diqka, duhet s'paku me konë fëmijat lindur me dashni, se kur s'pojën të po dalin serial killere telefone. Okej, pra e shprejë dhe dëshirën për më bo baba. Uroj që ta bëhesh Inshallah që ka hona ta ndurë zotit, po, unë s'kam ku gjokun e asaj pune, viq, inshallah bohët edhe dalim mirë. Urojmë shumë. Valon, faleminderit shumë për kohën, unë mundova që ashtu në copza të shpërndahemi, uroj që s'ka qenë bisedë shumë kaotike. Jo, ma ta më puna, anë e kjo në fund për grota ma një monë në shkup në ashtë të përgjojnë e senza atje. Jo, rastisht ta bëra këtë, kur si diet në fakës, mund të gjesh këto. Kur si diet, po. Faleminderit shumë edhe njëherë, gjitha të mirat edhe uroj të takuemi prapë. Edhe na kilon keq Kosovë, suksese përsëri në Shkup. Unë jam shumë e bindur që guri rënd peshon vend vetë, kështu që... Edhe atje juve është. Faleminderit shumë.